Përshëndetje. Jemi në fund të muajit, jemi në fundin e muajit të ndryshimeve, e muajit që keni pasur e keni parë dhe vetë funksionimin, ndryshimin dhe madhështinë e tij, por kemi një ndikim shumë të madh tani në këtë ditë, sepse fundi i muajit është fundi i problemeve. Por ndonjëherë përmbledhja, nëse do ta marrim si përmbledhje sa përqind është ëndra realitet e bërë, e atëherë juve mund ta shikoni edhe një herë, sepse pikërisht muaji korrik ka qenë një muaj me ulje dhe ngritjet e veta, po të keni parë çfarë ka ndodhur mbi atë të rëndësishmen, atëherë do kuptoni edhe gjërat e tjera që vijnë nga ana juaj, por gjithsesi është koha, është momenti mjaft pozitiv, sepse keni mundësinë, keni edhe kohën tuaj mbi atë që dëshironi, mbi atë që kërkoni, edhe në gjërat e tjera, sepse ka një çështje që lidhet me punën, ka një çështje ndikim shumë të madh. Data 31 korrik. Muaji mbyllet me një klim që kërkon përmbledhje, qartësi dhe integrim. Dielli dhe Jupiteri në Luan vazhdon të mbajë energjinë e fortë krijuese romantike, ndërsa Mërkuri tash ecën në rrugën e drejtë në Gafore dhe ndihmon gradualisht komunikimin të bëhet më i qartë. Saturni në retrograd në Dash ka hapur një periudhë serioze rishikimi përgjegjësisht. Neptuni në retrograd në Dash kërkon të dallojë ëndrrën nga iluzioni. Plutoni në retrograd në Ujor vazhdon transformimin e thellë. Urani në Binjak sjell ide dhe ndryshime. Afrodita në Virgjëresh kërkon përmirësim praktik, ndërsa Marsi në Binjak vazhdon të mbajë mendjen dhe veprimin në lëvizje. Kjo ditë ndikohet nga shumë energji të muajit, tashmë kanë lënë gjurmë tek Luani, tek Ujori, tek Demi, tek Akrepi, te Dhidhiçi të parë, që vazhdojnë të ndjenë rezultatet e hënës së plotë dhe të aspekteve të Diellit, të Plutonit dhe Jupiterit, të Dashit, Gaforia, Peshorja dhe Bricapi, të Dhidhiçit të dytë që ndjejnë më shumë këtë gjë. Saturni në retrograd në Dash kërkon përgjegjësi, kufi dhe maturi në ndikimin e madh që ndodhin, që do thotë Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit. Të Dhidhiçit të tretë që vazhdon të kenë nevojë për kujdesin në fjalë, në marrëdhënie, në punë, në familje, për shkak të tensionit afërdit Mars që ende ndihet. Gaforia, Bricap, Dash dhe Peshore vazhdojnë të dalin gradualisht nga periudha e paqartësisë së Mërkurit në retrograd. Dita është shumë e mirë për përmbledhjen e muajit, për të bërë bilance, për të parë se çfarë funksionoi dhe çfarë jo, për të rregulluar komunikimin, për të vendosur plane për gushtin, për të mbyllur punë të mbetura pezull, për të sistemuar dokumentat, për të parë financat, për të organizuar shëndetin dhe ndikimin e madh që vjen për qetësinë, për stabilizimin, për pushimet, për të bërë plane, për të rezervuar një check-up, për të rregulluar marrëdhëniet dhe për të kuptuar çfarë duhet të vazhdojë. Është ditë e mirë dhe për ndikimin e promovimit, përgatitje projektesh, organizime pune dhe vendosje prioritetesh. Nuk është një ndikim i tepruar ose diçka një ego, por do të keni kujdes në lidhje me shpenzimet, mos shpenzoni pa plan, sepse ndikimi që ka të bëjnë, keni kujdes miqtë mi, sepse debatet e vjetra për premtimet që nuk mund të mbahen, për nënshkrime të rëndësishme, pa kontroll të fundit ose për të futur për muajin tjetër në një rrëmuj, por do të keni kujdes sepse zorë se dilni nga ajo situatë. Ndikimi i hënës së plotë tani duhet të shihni me maturi. Për karrierën është ditë e mirë për të rregulluar strategjinë dhe jo për të kërkuar gjithçka menjëherë. Për financat është një ditë shumë e mirë, për bilance, kursime, planifikime, për shëndetjen, favorizime, organizime, qëndrueshmëri dhe kontroll dhe ritme. Këshilla e ditës për mua, miqtë mi të dashur, është: korriku mbyllet duke na kërkuar të mos harrojmë çfarë na mësoi, çfarë u kthye, duhet rishikuar, çfarë u ndriçua, duhet parë, çfarë u zmadhua, duhet menaxhuar dhe çfarë nuk ka më bazë, nuk duhet ta marrim seriozisht me vete në muajin tjetër. Pra, kuptoni pak a shumë astrologji, prandaj dhe themi gjithmonë hyrjen dhe mënyrën dhe mundësinë që ka të bëjnë në